Në qarqet e vendit vjen procesi i numërimit të votave për zgjedhjet e 11 majit. Sipas rezultateve të bëra publike nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, deri më tani janë numëruar 5015 qendra votimi nga 5225 të tilla. Partia Socialiste ka marrë në rang vendi 696.937 vota ose 52.09%, kundrejt 460.949 votave të koalicionit PD-SHM, 34.45%. PSD ka marrë 46.039 vota ose 3.44%, Nisma Shqipëria bëhet 46.956 vota ose 3.51% dhe Partia Mundësia 39.760 vota ose 2.97%. Partia Socialiste deri tani dominon në 9 qarqe të vendit, me përjashtim të Shkodrës, Kukësit dhe Lezhës. Sipas projekcioneve të deritanishme, Partia Socialiste ka shkuar në 82 mandate, Partia Demokratike 52 mandate, PSD 3 mandate, Nisma Shqipëria bëhet 1 mandat dhe Mundësia 1 mandat. Në qarkun e Tiranës janë numëruar 1121 qendra votimi nga 1282 gjysej, si edhe 9866 zarfe të diasporës nga 42384 gjysej. Sipas shifrave zyrtare të raportuara nga KQZ, PS-ja kryeson me mbi 47000 vota më shumë duke blinduar 19 mandate, ndërsa Demokratët me 135.366 votat e marra deri tani 14 mandate duke ja rimarrë Partisë Mundësia. Partisa Agron Shehaj tashmë i ka mbetur 1 mandat, teksa ka grumbulluar 19.096 vota, ndërkohë që në parlament futet edhe Lëvizja Bashkë e Arlind Qorrit, PSD-ja dhe koalicioni Adriatik Lapajt.